Do të diskutojmë tani në lidhje me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse ditën e djeshme është hapur grup kapitulli i tretë që përkthehet në një hap tjetër më afër drejt Bashkimit Evropian. Mëgjërësisht, do diskutojmë me zotin Ilir Aliaj, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Aliaj, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit. Janë grup kapitull të rëndësishëm këta tre që u hapën, apo çdo kapitull është i rëndësishëm? Falni, do të bëj një korrigjim shumë të vogël. Janë 4 grup kapitull që janë hapë. Po, 4 grup kapitull, ka qenë edhe një dhjetor që nuk e kemi vënë re, sepse... është edhe i pjesë, po edhe vetë ministri... Dakor. Ministri të gjithë grup kapitullit 3. Po, nga që është shumë i lehtë për ne, ai grup kapitull, sepse janë marrëdhëniet e Shqipërisë me fqinjet dhe marrëdhëniet me jashtë, por është grup kapitull. Por ta lejmë këtë, çdo grup kapitull është shumë i rëndësishëm. Duhet themi që tashmë jemi në një rrugë shumë të mbarë. Jemi në një rrugë shumë të mbarë dhe duhet të vazhdojmë. Unë, para se të hyja këtu, po ndiqja një konferencë ndërkombëtare që zhvillohet në Kopenhagen tash dhe Ministrja e Shtetit për Punët Europiane e Danimarkës, Marie Bjerre, kishte qenë këtë javë në Tiranë dhe thonte që kishte përshtypje shumë të mira, jo për Tiranën, po për punën që po bëhet në Shqipëri, në procesin e integrimit, por si gjithmonë është çështja sa ne do zhvillojmë Shqipërinë, do plotësojmë detyrat që na kanë dhënë dhe sa do jemi ne të gatshëm për të hyrë në BE. Pra është komplet në dorën tonë. Është krejtësisht në dorën tonë. Shqiptare. Para pak kohësh ka dalë është publikuar një paper, një punim shkencor, i një think tanku që është shumë afër nga Komisioni Evropian, është pra pjesë, pra bën politikat europiane, dhe ku jepen 4 opsione për integrimin e ardhshëm të vendeve kandidate që janë pra në rrallë për të bërë anëtare të Bashkimit Evropian. Po filloj nga opsioni, jo skenar, pra opsione, pra duhet të jemi të qartë. Po filloj nga opsioni më i keq i mundshëm që është nuk do ketë zgjerim. Ky merr pothuajse asnjë pikë, pra në gjithë Europën skenari pa mundur. Është i pa mundur ky. Skenari i dytë, prapë edhe ky po fillojmë nga fundi pra. Skenari që të gjitha vendet që janë në rrallë antarësohen, por në bazë thjesht të meritës. Dhe këtu kërkon një 20 vite, domethënë, për ne dhe për gjitha vendet e tjera, s'është vetëm Shqipëria. Nëse do të plotësojmë standardet e BE-s, do duhen mbas edhe më shumë se... Po marr një mesatare. Opsioni i tretë. Këtu fillon, si thosh ajo çfarë ne, ku jemi ne. Edhe optimizmi. E kanë quajtur opsioni regata. Pse regata? Sepse regata janë ato anijet, po them, që lundrojnë, por janë edhe të shpejta edhe duhet pra edhe devijojnë. Pra, është dera e hapur në kapak, po themi, ne duhet plotësojmë disa kushte minimale. Unë besoj se jemi këtu, sepse gjithë na thonë që duhet luftoni krimin organizuar, korrupsionin. Dhe opsioni i 4 është Speedy Big Bang, pra që na marrin gjithve na fusin pa pyet asgjë. Këtu ka shumë probleme, diskutime në Europë, dhe kjo është e mundshme, por... Mund të jetë dhe rrezikshme. Është një opsion që është, si thosh, në tavolinë, opsioni më i favorshëm dhe më i afërt për ne është opsioni regata. I treti nga fundi ose i dyti nga... I dyti po e marrim. Pra ne jemi, por ne nuk na kushton në i gjë që të punojmë me gjitha forcat tona për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Pra duhet ta kemi si qëllim sigurisht shtetëror. Gjithë njerëzit pra pa, edhe ne që jemi në qeverisje, edhe ne duhet ta kemi si qëllim për ta bërë këtë punë. Dhe në këndvështrimin tuaj, në think tank kam shtypje nuk kishte objektiva ose deadlines kur janë vendosur tani, 2027 apo 2030 apo... Nuk kishte, jepej paka shumë, jo me datat sakta, po jepet paka shumë, pra
datat janë, ato që ne edhe i kemi biseduar së bashku këtu, datat janë, por është çështja sa ne do arrim të plotsojmë këto kushte. Pra, sërish në dorën tonë. Sepse është regata, dhe këtu jemi ne Malizi. Këtu duhet kemi parasysh se aty në atë paperin që në atë dokumentin shkencor që kanë prodhuar ato, është jepej afërsisht se kush do jenë të parët. Dhe jemi ne dhe Malizi të parët, nër të parët, pra, pastaj vinë me radha të tjeret që kanë problematika tjera të ndryshme, është edhe Ukrajina, mos të harrojmë Ukrajinën. Moldavia një kohë. Moldavia, sigurisht, janë vendet e Kaukazit, por që një pjesë e tyre janë larguar shumë nga... Duhet zgjidhur një çështje nga perspektiva europiane. Georgia, për shembull, ka problematika tjera. Ndërkohë, duket sikur, jo duket, por u ndan vendet, sepse ne ishim të grupuar me Maqedoninë e Veriut dhe shpeshherë ne penalizuam ata na penalizuan ne. Tani duket sikur vendet janë individualisht në garë, por sërish është grupimi që ju e thatë. Ne, Malizi, jemi më përpara në këtë garë. Mendoni se do të vijojë ky proces integrues me sërish me grupime 2 apo 2 edhe 4? Jo, unë nuk besoj, është mbyll ajo e fazë, ajo epok, është mbyll në momentin që Shqipëria është ndarë nga Maqedonia e Veriut. Është mbyll, tashmë është, ne kemi përpara, ne janë vendosur gjitha gjërat, po ta themi kështu në mënyrën sportive që mund ta themi, ne na kanë lënë edhe fushën pa lojtar, i kemi ne topin, tash vetëm duhet bëjmë gol. Kjo është mbrojtësa s'ka, vetëm nëse s'ka mbrojtësa sportier nga krahu tjetër, tash vetëm bëni golin. Edhe porta është e madhe. Porta është e madhe, tash o burra. Një sulmues i mirë duhet. O burra. Ndërkohë, për sa i përket pikërisht këtyre grupimeve, është kongrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse. Në interesin ton, janë të rëndësishme dhe njëkohësisht, a janë të vështira për të realizuar, sepse kur Shqipëria tjetë pjesë e Bashkimit Evropian, konkurenca, sidomos mes bizneseve, do tjetë e jashtëzakonshme. Problemi është edhe gjithëpërfshirja. Marr shembull rritjen ekonomike që tek ne, por edhe tek gjitha vendet e Ballkanit, nuk është gjithëpërfshirëse. Shiko, një nga kapitujt që është në këtë cluster, është edhe përfshirja sociale, pra si që thoni ju. Dhe janë edhe taksat, kultura e arsimi e tjere. Pra janë 8 kapituj në fakt. Që në kohën e traktatit të Maastrichtit, Bashkimi Evropian, aty mori edhe emrin Bashkimi Evropian, në fakt në Maastricht, Bashkimi Evropian filloi politikat e tij sociale. Pra është e domosdoshme që ne ti harmonizojmë politikat tona sociale me Bashkimin Evropian. A është e vështirë? Unë besoj që nuk është shumë e vështirë. Pse? Sepse edhe në procesin e negociatave, Shqipëria ka mundësi që të marri fonde grante nga Bashkimi Evropian për kapitujt që po kërkon. Është në samitin e Dublinit 2017, është dhënë, pra ka qenë, por në 2017 është dhënë edhe më shumë prioritet dhënjes fondeve për realizimin kur një vend është vend në negociata, për realizimin e kapitujve të veçantë. Pra ne kemi nevojë për balancim, po them, të politikave sociale, sepse ne me të vërtet jemi një vend që kemi rritje ekonomike të mirë, të kënaqshme. Por shpërndahet në disa nivele, ato më lartë. Por duhet kjo rritje ekonomike duhet shkojë deri poshtë, duhet jetë vertikale. Dhe ne pra me një qartësi, nëse jemi të qartë në mënyrën se si do bëjmë procesin e integrimit, ne mund të marrim përfitojmë fonde që do shkojnë për këto shtresa në nevojë në Shqipëri. Dhe këtu ne do jemi, kemi mundësi të përafrojmë legjislacionin ton, por nuk është thjesht çështja e përafrimit legjislacionit, është çështja edhe e faktikës në terren. Pra, këtu kemi për shembull mundësi për të marrë fonde për ndërtimin e banesave sociale. Kemi mundësi për reintegrimin në punë të shtresave në nevojë, pra me trajnime falas,
për profesionet ndryshme. Duke parë edhe kërkesën e tregut, pra të cilat i kërkon tregu, dhe kjo është ajo çfarë ne duhet të shohim. Bizneset veçanërisht do të kenë probleme në vitet e parë gjithmonë nëse këto 5 vite nuk do të shërbejnë si një përgatitje mjaft e mirë për të konkuruar me ata që bëjmë biznes prej më shumë se 100 vitesh. Do marr 2 shembuj konkret. Bullgaria ka hyrë në vitin 2007, në 1 janar 2007, ndërsa Kroacia ka hyrë në 1 korrik 2013. Po filloj nga Kroacia. Përgatitjet e Kroacisë në këtë drejtim ishin shumë herë më të mira se të Bullgarisë dhe bizneset kroate e kishin më të lehtë për të ambientuar në konkurrueshmërinë e madhe që ka Bashkimi Evropian. Bullgaria nuk kishte bërë këtë parapërgatitje në fushën e konkurrencës së bizneseve dhe në 4 vitet e para ka vuajtur shumë, kanë luftuar shumë bizneset bullgare për të mbijetuar. Por sot Sofia është një nga vendet më të rëndësishme për startupet në BE. Pra, kjo është, në qoftë se ne përgatitemi, ne e kemi shumë herë më të lehtë për të përballuar konkurrencën. Jo ne 2 këtu, por bizneset, kuptohet. Në Shqipëria Dhe në qoftë se ne nuk përgatitemi, atëherë do kemi problematikat që, si që thash, Bullgaria i ka kaluar. Shembujt janë të dyja, mjafton këtë zgjedhje. Janë edhe shumë afër nesh, se nuk po marrim Estoninë apo Irlandën, po marrim 2 vende që janë afër nesh. Dhe kanë ndjekur thuajse të njëjtën rrugë, prapërsisht. Sa i rëndësishëm është arsimi dhe kultura, është kapitulli 26. Kam shtypjen që arsimi duhet jetë një standardi jashtëzakonisht shumë të lartë. Shiko, ne kemi bërë hapa, pavarësisht asaj çfarë ne flasim në tavolinat kur jemi së bashku, por në pikpamjen ligjore, në frameworkun, pra në atë kornizën ligjore, ne jemi mirë, pra në dukje, sepse jemi pjesë e Kartës së Bolonjës, që është themelore për Bashkimin Evropian, një pjesë shumë e madhe e sistemi tonë arsimor është tashmë i integruar me programet Erasmus e tjerë, por çështja shtrohet tek cilësia. Dhe kjo është problemi më i rëndësishëm. Të hënën dolen fituesit, është një lajm i mirë për Shqipërinë, dolen fituesit e garës për programin COST. Çfarë është programi COST? Është përfshin arsimin kryesisht, pra gjitha nivelet e arsimit, shkencën, kulturën, për bërë programe studimore, pra, konferenca studimore e tjere. Dhe nga 888, ne mos gaboj, aplikime, 70 kanë fituar. Tashi, cili është lajmi mirë për ne, se kjo na duhet ne. Po. Fatmirësisht, për herë të parë, nuk është thënë, kjo është lajm që ju e keni dhe ju falenderojmë. Për herë të parë, Shqipëria udhëheq 2 nga konsorciumet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me shkencën e mjekësisë dhe një tjetër ka të bëjë me shkencën, po në fushën e ambientit dhe të higjienës, pra përsëri është mjekësi. Kanë lidhje. Pra janë 2. Shqipëria udhëheq 2 nga këto konsorciume. Bëhet fjalë për të rinjt? Aty mund të futen edhe të rit, por është më shumë niveli akademik. Nivel shkencor. Niveli akademik kryesisht. Janë 2 konsorciume pra që udhëhiqen nga Shqipëria dhe janë 8 aksione, se kështu quhen, nuk quhen projekte, po aksione, 8 aksione të tjera ku Shqipëria është partnere. Pra është hera e parë që ndodh kjo, është hera e parë që ka kaq shumë marrim pjesë në. Jo, kemi marrë pjesë. Që jemi drejtues dhe ka kaq shumë pjesëmarrës. Që ka kaq shumë pjesëmarrës. Unë bëra një krahasim, po e shikoja listën dhe bëra një krahasim. Ne jemi më mirë se Serbia në këtë aspekt. Te kjo pra, te kosti. Është programet kost, është shumë e thjeshtë, mund ta googloni dhe e gjehet shumë lehtë. Ne jemi më mirë se Serbia. Hera e parë pra që jemi më mirë në fushat e tërheqjes së fondeve të Bashkimit Evropian, se këtu është loja. Fondet aty janë, por problemi ka qenë të aftësia për t'i marrë ato. Po kemi filluar, pra kjo është e rëndësishme. Dhe në këtë rast, siç po e përmend me kostin, është ne jemi më të mirët në rajon. Në Ballkan. Në rajon. Pra kjo është një lajm shumë pozitiv. Dhe mendoni se
sikur se ka ndodhur me Kostin, do të jemi të aftë për të përthithur, pse jo të gjitha fondet? Unë uroj shumë, ka shumë mundësi, Shqipëria ka shumë nevojë, ekonomia, arsimi, kultura, gjithë sektorët kanë shumë nevojë për fondet europiane, uroj shumë që të realizohet. Sigurisht që duhet qeveria qendrore të bëj shumë punë me pushtetin lokal, në tërheqjen e këtyre fondeve. Aty është problemi i madh me burimet njerëzore. Me burimet njerëzore, para disa ditësh isha në një bashki të vogël dhe po bisedoja me kryetaren e bashkisë dhe më tregoi një histori, më tha që kemi rritur mjaftueshëm rrogat, por të rinjt që mbarojnë shkollat nga i qytet nuk pranojnë që të vinë punojnë kamarier në Tiranë, por jo të shkojnë të punojnë atje në bashki. Dhe kjo është një problem shumë i madh, sepse ato ngelin pa kapacitete njerëzore, duke mos pasur kapacitete njerëzore e kanë të vështirë të tërheqin fondet dhe zinxhiri pastaj i efekteve vjen. E kuptueshme pastaj. Mund të jetë problem me qenë se përmend zoti Aliaj, përqendrimi vetëm në Tiranë. Është problem. Një nga fushat pra ku Bashkimi Evropian ngulmon shumë është shpërndarja. Kohezioni rajonal. Dhe ky është një problem shumë i madh, jo vetëm për ne, se edhe për vende anëtare. Po të shkosh për shembull Bullgaria, po me qenë se përmendëm, Bullgaria ka probleme shumë të mëdha me kohezionin rajonal. Kroacia gjithashtu ka probleme shumë të mëdha me kohezionin rajonal. Njerëzit po kalojnë, qytetarët po kalojnë nga zona lindore e Kroacisë, duan gjithë të vinë në perëndim, pra në breg detit. Pra kushtet klimatike janë më të mira, ka punë më shumë sepse turizëm etj, por këto zona ngelin të varfra. Ngelin pa shërbime shëndetësore, pa arsim, pa kulturë, sepse nuk do ikin gjithë për një herës. Dhe ky është një problem shumë i madh edhe brenda vendit, pra brenda Bashkimit Evropian. Për të mos vazhduar pastaj ke Greqinë, Italinë, që janë anëtare, Italia është themeluese, edhe antari në më të vjetrat. Dhe ka diferencë. Dhe ka probleme shumë të mëdha, sepse po boshatisen rajone të tëra, dhe ne e dim, ju e keni dhënë në lajme tuaja që në Itali shiten shtëpi me €1. Po, dhe është përpjekje nga ana autoriteteve për t'i ripopulluar ato zona. Pra nuk është problem vetëm i Shqipërisë, që ne do shohim Shqipërinë se Shqipëria na dhem ne, po sigurisht, se cili ka probleme. Po ndërkohë, edhe për ta mbyllur bisedën zoti Aliaj, kronika që do të ndjekim pak më vonë ka të bëjë me grup kapitullin më të vështirë, që është pikërisht ai i taksave. Në këndvështrimin tuaj, duhet jemi konkurrues në këtë aspekt, kemi taksa më të ulta për të thithur biznese, për të thithur investimet huaja. Si duhet sillemi? E para që duhet sqaroj është që kapitulli për taksat është një kapitull, siç e thatë ju, shumë i vështirë, por duhet të theksojmë çështja është tek harmonizimi i llojeve të taksave, por jo i nivelit të taksave. Pra këtë duhet ta sqarojmë për televizionin. Niveli është nivel kombëtar. Në varësi të qeverisë, të vendit ku je. Pra, harmonizimi, pra që të mos ketë taks diskriminuese, sepse është një rast gjyqësor në Gjykatën Europiane të Drejtësisë që është Buy Irish, me hyrjen e Irlandës në 73-shin, një biznes irlandes, po e them me qenë se këtu është televizion biznesi dhe duhet ta di, një biznes irlandes që shiste pi alkolike, bira dhe whisky, vendos që të hap një dyqan në Paris. Është më mirë se në Paris, s'ka ku shkon. Edhe shkojnë të organet e taksave dhe i thonë që ti je i huaj dhe duhet pagush taks shtesë. Pra, jo vetëm taksat që paguajnë francezët, por një taks shtesë. Vetëm se s'është francez. Vetëm se nuk je francez. Gjykata Europiane e Drejtësisë thotë, në momentin që është bërë vend antar, nuk mund të ketë taks diskriminuese. Është vetëm ajo kombëtarja që paguan. Vetëm taksën që paguajnë çdo kush, çdo francez. Operon si francez në rastin konkret. Pra, dhe kjo quhet rasti Buy Irish.
Pra është bërë precedenti edhe... është bërë precedenti dhe nuk mund ta mësh, por Bashkimi Evropian i kushton shumë vëmendje se mund gjehen mënyra të tjera të kamufluar, të fshehta, pra, për të vendosur taksa diskriminuese ndaj bizneseve që vijnë nga vendet e tjera të BE-s. Dhe ky është pra kapitulli i taksave. Pra niveli i taksave pastaj është tjetër. A duhet? Sigurisht që po, për t'ju rikthyer pyetjes që bëhet ju. Sigurisht që po, sepse ne kemi konkurrencë shumë edhe në rajon. Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Kosova, Serbia. Pra, ato tërheqin, po ta shikosh, ato tërheqin shumë investime direkte të huaja. Tërheqin për dy fakte në fakt. Fakti i parë është që kanë një nivel taksash më të ulët, por një fakt tjetër shumë i rëndësishëm që nuk mund të thuhet i fundit, por është i rëndësishëm shumë, është edhe çështja e pronësisë. Që ne e dim se çfarë problematika është. Më problem, kam përshtypjen është problemi më i madh krahasuar me çdo vend tjetër. Ne e dim problematikat dhe kjo është problemi, domethënë, që kemi kryesor. Të shpresojmë që do të jetë shansi i fundit për të zgjidhur në mënyrë të veçantë problemet e mëdha. Unë uroj shumë dhe besoj që do eci mirë. Faleminderit zoti Ali. Faleminderit ju.